Mirë më madhe, mirë se gjemë shikues të nderuar me emisionin ton dhe të juaj në kuptohet Provita. Sonte ne në këtë emision do të flasim për rolin dhe rëndësinë e mjekësisë familjare, por shtuar këtu edhe sfidat dhe problemet me të cilat po përballen mjekët mjekët familjar, po edhe mjekët e përgjithshëm. Po për atë se çfarë do të thotë mjekësi familjare, mjek i përgjithshëm dhe mjek ne do të mësojmë nga tre të ftuarit tanë. Por njerit shfrytëzoj rastin edhe të uaroj gjithë mjekëve familjar, po edhe mjekëve këtë ditë në 19 majin, kur edhe në mbar botën shënohen aktivitetet të ndryshme. Paruar teksoj këtu se edhe në këtë fundjavë në Shkup u mbajt edhe kongresi i shoqatës së mjekëve familjar, por për atë se çfarë krejt u fol në këtë shoqatë do mësojmë nga të ftuarit tanë në studio, por edhe si thash më herët për sfidat dhe problemet me të cilat hasin ata gjatë trajtimit të pacientët. Paruar këtu se mjekët familjar janë edhe dera e parë ku gjithë ne si pacientë trokasim. Pra le t'i prezantojmë me kënaqësi. Kemi këtu bashkë me ne doktoreshën Sefjane Belqishta, mjeke përgjithshme, njerit edhe arkatare në shoqatën e mjekëve familjar dhe të përgjithshëm. Pastaj kemi doktor Behar Kamberin, mjek i përgjithshëm, specializant në interno, por na vjen themi nga lagja Sambegut, apo ashtu me qëllim erdhëm, domethënë sonte këtu morëm mjek përfaqësuese të shoqatës, aktiviste, morëm mjek familjar nga një lagje dhe nga ana tjetër kemi edhe mjekun nga komuna e Likovës, doktor Florim Osmanin. Do të thotë me këta do flasim ne për atë se çfarë është ajo që duan ta ndajnë mjekët me ne dhe me shikuesit e Provitës, por edhe pse jo edhe me institucione tjera shëndetësore. Dërimet e mia doktoresh, doktor, mirë se erdhët. Është kënaqësi që kemi sonte këtu në studio, drejt për drejt. Doktoresh, do filloj me ju, mbase me të vërtetë edhe ishi domethënë pjesëmarrëse në këtë kongres simpozium që e mbajti shoqata e mjekëve familjar, por edhe ju dhe ca mjekë të tjerë morët mirënjohje për rezultatet e treguara si mjeke familjare. Mos flasim se edhe jeni aktive edhe në mjaft të shoqata të tjera. Faleminderit se vjen për që na thirrët në këtë emision, që t'u tregojmë pak popullatës se rëndësinë e mjekut familjar dhe mjekut të përgjithshëm, si dhe t'u augurojmë ditën e mjekësisë familjare, 19 majin, që është një ditë që shumë e peripeti është bërë dhe derisa ka mbri në këto sfidat që i ka tani. Për herë të parë Vonka e ka bën në 19 maj këtë shoqatë, prej vitit 2010, prej atëherë funksionon mjekësia familjare. Dhe kemi pas shumë peripeti derisa mbrinëm deri në ditët e sotshme që të bëjmë një kongres me një përfaqësues më të lartë të mjekëve nga Evropa, nga bota, gati 26 përfaqësues profesora të jashtëm na erdhën, 10 profesor nga Maqedonia erdhën, si dhe mjekët me punimet e tyre u paraqitën në këtë kongresin. Kongresi ishte kongresi i 6 i radhës dhe simpoziumi i mjekësisë familjare i 26. Në rregull. Doktor Behar, shkojmë me ju. Thash mjek familjar, specializant në interno, çfarë për ju do të thotë kjo ditë, por para se gjithash edhe t'jesh një mjek familjar me shumë pacient dhe po përgatitesh pastaj edhe t'jesh një specialist, sa më shpejt thash zoti në një fushë tjetër dhe këtu, domethënë do jetë një moment jashtëzakonisht i mirë për ju në karrierën e juaj, por tani jeni mjek familjar. Si e vlerësoni rolin e juaj në parandalimin dhe trajtimin e pacientëve? Pikës pari, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të jemi në këtë studio. Është një zë i mjekëve, përmes cilës ne japim mesazhe, japim edukim, po edhe ankesat tona të cilat i kemi. Duke thënë se roli i mjekut familjar është një rol shumë i rëndësishëm, është bazë themi në mjekësinë, për shkak se gati se 80% të rasteve kalojnë përmes mjekut tanë. I lojmë këto është rastet akute të cilat kanë nevojë për intervenim urgjent, terciar apo sekondar, ndërsa rastet tjera të gjitha shkojnë përmes mjekësisë primare, gjithsesi përmes mjekut familjar. Rëndësia e dytë është se të gjitha përcjelljet, të themi screeninget, parandalimet, konsultimet, cilët janë shumë të rëndësishme, shkojnë përmes mjekut familjar.
Andaj do të kisha cilësuar, edhe pse tani jam në një fazë ku kam filluar një specializim, mendoj se roli i mjekut tam, edhe pse po bëjmë përpjekje për të ngritër nivelin e mjekut tam, atë të cilin e meriton, atë të cilin duhet ta ketë, të cilin e ka pas, po me kalim të kohës, disi sikur u shkri dhe u humb, mendojmë se bëjmë përpjekje, po tani për tani jo ashtu mjaftueshme për ta vlerësuar mjekun am në atë shkallë të cilën duhet ta ketë. Jo vetëm nga ana e themi kolegëve, apo sepse unë e zëm mjekësinë në 3 shtylla, domethënë është vetë ekipi mjekësor, është në shtetin tonë Ministria dhe Fondi shëndetësor dhe ana e tretë janë edhe pacientët. Domethënë në qoftë se ne nuk funksionojmë secili në rolin e vet si duhet, me atë respekt, me atë ingerencë, atëherë nuk do kemi domethënë mjekësi të mirëfillt. Flasim për mjekësinë familjare. Mendoj se po bëjmë përpjekje. Ku fillon apo jo fillimisht po? Thash në 80% rasteve gjithçka fillon prej te mjeku. Po ne më detajisht do flasim rreth asaj çka ju krejt mendoni, ndoshta pse jo edhe mesazhe në adresë të institucioneve para se gjithashtu edhe në adresë të pacientëve, se edhe ne kemi nevojë domethënë ndoshta për ndonjë mesazh apo pse të mos themi edhe ndonjë kritikë apo jo si pacient. Po Komuna e Likovës. Doktor, pari faleminderit për ftesën. Gjithsesi është kënaqësi çdo herë që kemi në. Shfrytërasin ti përshëndes teleshikuesit tuaj. Shif, në komunën e Likovës, mjekësia primare, mund të them, është në nivel, pasi se pothuaj se në të gjitha vendbanimet kemi mjek am tash, kemi mjek am familjar. Viteve të fundit, në komunë të Likovës kemi edhe hapjen e barnatorëve, kështu që ja u lehtëson edhe vetë pacientëve të vinë deri te terapia të cilët ne e përshkruajmë, apo që është e përshkruar nga mjekët sekundar e terciar. Një ashtu desha ta ceki se në komunën e Likovës është edhe funksionon viteve të fundit edhe shtëpia e shëndetit, e cila neve mjekëve am na i ka lehtësu punën shumë, për shkak se ne qytetin e Kumanovës kemi 12 kilometra. Në rastet urgjente dashte shumë kohë të pritet deri të vije ndihma e shpejtë. Kurse tash me funksionimin e shtëpisë shëndetit në Likovë, me një kohë shumë të shkurt, ne i ofrojmë pacientëve në rastet më kritike ndihmën e shpejtë në bashkëpunim me shtëpinë e shëndetit në Likovë. Kështu që mendoj se pacientët e komunës Likovës nuk ju mungon kujdesi i mjekësisë primare, edhe mjekut familjar. Mjekut, do vazhdojmë sërish për atë se çfarë tjetër do kishit ndarë me shikuesit e provitës, por edhe në aspekt apo jo dhe të sfidave, sepse ju rastisht disi u mundova të zgjedhi një mjek familjar nga fshatrat ose komuna e Likovës, pastaj nga një lagje në afërsi të qytetit të Shkupit dhe mjekën e cila është antare e shoqatës së mjekëve familjar, por gjithsesi edhe që punon vepron në mes të një kryeqyteti apo jo qytetit të Shkupit. Doktoresh, juve do ju kisha lut pak më tepër të na informoni rreth temave për cilat u fol në këtë kongres, ndoshta problemet që u theksuar, që pastaj bashkërisht edhe t'i komentojmë të njëjtat, se megjithatë, atje ndoshta nuk keni folur vetëm për atë se cilja smundje si të diagnostikohet, si të trajtohet nga një mjek familjar ose i përgjithshëm, por keni folur me mendje edhe për sfidat dhe problemet me cilat ju përbadheni, e nga ana tjetër ndoshta edhe keni risi në fushën e juj, jeni të ngarkuar me punë kështu me radhë, po për atë? Me qëllim e zgjodhëm muajin maj që të bëhet kongresi, se edhe atë ditë është edhe dita botnore e mjekut familjar me 19 maj, prandaj prej 15 majit deri në 18 maj bëm kongresin dhe simpoziumin e 26, a kongresi i 6 ishte i mjekësisë familjare dhe të përgjithshme. Aty erdhën shumë misafir nga jashtë, nga Gjermania, Polonia, Bullgaria, nga mendoj Austria, ma tepër vende, dhe u pa problemi ishte i përbashkët i të gjithëve. Edhe u ngrit zani që të na ndihmojnë neve këtë herë, se Kroacia edhe Slovenia kishin përparu më tepër se neve. Edhe ne duam modelin e atyne ne të mbrimi, por nuk kemi këtu kush me na ndihmu që të mbrim programin e atyne. Edhe thanë se kanë me na ndihmu nga Parlamenti Evropian. Misafir ishin afër 20 ishin profesor të jashtëm, si ceka më parë, 10 profesor të Maqedonisë dhe mjekët familjar.
U bën 14 sesione, u ndajtën në grupe. Në sesionin e parë ishte për ndotjen e ajrit, më tepër u fol. Në sesionin e dytë u bë për depresionet që paraqiten shumë, edhe më tepër depresionet të rritë, të cilët kur u themi ne se kanë probleme psiqike ose duhet me u konsultu me psikiatrin apo me psikologun, ata na japin përgjigje, po pse unë nuk jam budall, ende duhet të veditsohen edhe të rritë se duhet me u konsultu me psikiatrin. Edhe kishte tema shumë interesante për këtë çështje. Pastaj kishim edhe temën tjetër, hipertenzionet dhe hiperlipidemit. Në këtë sesion më tepër bëshe se shkaktari i smundjeve dhe vdekjeve është hipertenzioni. Deri tani hipertenzioni ne kemi pasi simptom, mirë po tani si sëmundje është bë, edhe problemi me hiperlipidemit, do në thotë se yndyrnat janë shumë të larta, ajo mbaret prej ushqimit. Edhe obeziteti është i tepër te pacientët, edhe kemi për fat tani kemi edhe këshillore për obezitet këtu në klinikën e endokrinologjisë dhe kemi shumë suksese, edhe atë u treguam edhe të jashtme se kemi, edhe kishim raste prezentuse në poster prezentime dhe në prezentim oral për obezitetin, se me ata preparate se si kanë ndihmu të bien në kilash. Kishim edhe personin që kishte mbi 200 kg me anë të këshillave të mjekut am dhe me anë të mjekut me kardiologun, me endokrinologun, do thot është një qasje multidisciplinare e cila ndihmon që ai mbrini kilazhin deri në 90 kg. Edhe vetë që do të ka pas sukses. Pas sukses dhe pacienti vetë erdhi edhe kishim si panel diskutim me atë pacient. Pastaj kemi edhe në panelin tjetër, në sesionin tjetër për diabetin. Se edhe si smundje shumë që çon deri në vdekshmëri. Shumica e pacientëve nuk mund të dinë se diabetin e kanë në vete, mirë po vetëm një simptom do t'u paraqitet, mend do t'u mirën, apo nuk do të kenë pamjen si duhet, apo do të kenë lodhje, me një analizë pasqyr gjaku, ke mjeku am do të shifet se ai pacient është paraqit diabeti. Kemi edhe paraqitjen e astmës. Në astmën ndikon edhe shumë faktorët e rrezikut që kemi ndotja e ajrit. Kemi tymi, oxhaqet, duhani, edhe qasja më tepër u fol që duhan pirzve t'u japim neve disa këshilla që të ndërprejnë pirjen e duhanit. Më tepër nanave të cilat do të janë shtatzane dhe nanave që janë gjithdhanse, se ndikon shumë në karakterin e fëmijut. Jo se në këtë bisedë u bashkangjitën edhe vaksinimi, se vaksinimi nuk jep pasoja që mendoj njerëzit autizëm apo dë një smundje tjetër. Ose shumë kush buron për t'u vaksinuar. Ose disa u thonë motra, ma tepër motrat medicinale në punktet e vaksinimit u thonë mos e merrni MPR-n se do të ketë autizëm fëmiu derisa të flasë. Ajo nuk është e vërtet. Do në thotë problemi është e vetë nana që do i shpjegojmë këtu. Faleminderit doktoresh. Na i dha deri tani 7 problematika, 7 diagnoza. Jo, kemi ende pika sesionet. A mund t'i komentojmë këto që pastaj do i harroj edhe une, bashkë me mjekët, kolegët e juaj familjar, të cilët, a mendoni fillimisht se këto janë diagnozat ose problemet shëndetësore të pacientëve në përgjithësi dhe sa juve si mjek familjar, sepse nuk ishit në kongres, por ja që tani jo rasisht do me thënë do e kemi një debat rreth kësaj. Janë këto apo jo temat që janë të qelluara nga këndvështrimi i mjekëve familjar? E më pas të ndalimi ndoshta edhe pse jo edhe në problematika tjera, ku dhe si ti prevenojmë, ti trajtojmë. Problemet më të mëdha, këto janë statistika shtetënore, ku vdekshmëria apo themi invaliditeti në 60% të rasteve nuk janë raste onkologjike, por janë raste kardiovaskulare. Dhe mendoj se këta tema janë shumë të qelluara. Mendoj se duhet ketë edhe më tepër, ose doktoresh ata që kanë edhe më tepër tema. Doktoresha kërkoj ndjes, por megjithatë jemi, domethënë fakt jemi më këta janë shumë të qelluara. Po këtu prapë në ndërlidhe me rolin e mjekut familjar, se nëse ne pretendojmë, edhe pse po tentohet, domethënë që të shkojmë përpara ka jo mjekësi evropiane, ne duhet që ta bëjmë mjekësinë familjare në përqindje më të madhe të jemi më tepër temi ordinanca apo shtëpi ku do të bëhet prevencioni, jo vetëm trajtimi.
Më thënë, mjeku familjar dhe mjekësia shkon atë më mirë të prevenojmë se sa të mjekojmë. Pse nuk po shkonën? Ajo që po e thuni, ose nëse shkon në një sasi pak më të mjekësia do të kapemi më së pari në aspektin ekonomik. Më thënë, kudo që të shkoni në botë, mjekësia është shumë e shtrejtë. Ne kemi hasur në një cikël populizmi me shëndetësi pa të holla, ashtu sikur që promovohet. Do të thënë, as kund dhe as një gjë në jetë nuk është, do të thënë, pa të holla. Këtë duhet ta dim. Mundeni të hyni të lexoni statistikat se shërbimet shëndetësore jashtë mjekut familjar. Nuk e keni pa të holla, doktor, ju lutem tani. Asku nuk e keni. Vetëm te mjeku familjar e keni pa të holla. Më thënë, kontrolla, konsulta. Më thënë, çdo pacient i cili shkon te mjeku am, më thënë, konsultën të cilën e bën, kontrollën të cilën e bën, udhëzimet të cilat i merr, receptat të cilat i merr, më thënë, i ka të gjitha, më thënë, pa participim. Gjë që nuk është në sektoret e tjera. Mirë po, nëse shkoni edhe në atë aspekt, dikun thanë që 45% të gjitha shërbimeve pacienti paguan, më thënë, nga xhepi i vet, 55% është ajo ndihmesa e shtetit. Am tash marrin kapitacion 100 denar me pacient. Nëse keni 2-3 pacient, si ja bëni? E ka patjetër apo jo, do të tash. Rritja e kapitacionit është një gjë për ta përshëndet. Me vërtet është një për ta përshëndet, mirë po standardin të cilin e kemi të ngritur para 2-3 viteve, mendoj se ky kapitacion do ishte shumë i mirë për ata 2-3 vitet më herët. Nëse jo me këtë standard të cilin tani e kemi. Tani sa do kishte qenë në rregull? Shife, t'japim shifra, mendoj se nuk do t'jemi në edukati, mirë po nga ato të cilët i kemi bërë vlerësimet, qysh në para kohën e kur ishte Covid-19, fliteshte që do ishte adekvate të ishte kjo shumë që është tani. Nërsa për këto 5 vite tani e dim se sa është rrit standardi, më thënë, i jetesës, i punës, i profesionit, i gjithave. Dhe mendoj se, thash, është për të përshëndit, mirë po mendoj se duhet edhe më tepër të punohet në këtë aspekt. Në rregull. Doktor, Florin, unë pajtojmë plotësisht me kolegu kushtet ne mjekësia familjare në vend, mjekësia familjare jashtë kështu me radhë, sistemi shëndetësor. Shifni vetë titulli mjekësi familjare, do të thotë se ne nuk jemi vetëm se si mjek familjar. Po më besoni se çdo mjek familjar është familjarizuar me pacientët e tyre. Unë ashtu e shoh veten me pacientët e mi. Do me thonë, ato tek ne vinë se kanë probleme shëndetësore e ne mundohemi me kapacitetet tona t'ju dalmi në ndihmë. Shqetëseku kolegu se ne me të vërtet kemi qenë vite me radhë në shkaluar. Do shta para 10 viteve ka qenë një ngritje 5 denarëshe, tash me këtë kapitacionin që i rritën, është një ndihmes. Mirë po, nuk duhet t'i harrojmë se edhe një ordinancë shëndetësore ka harxhime marramendse. Për shkak se na janë imponu disa gjona që cilët ne në vend se të mirimi me pacientin, kohën të japmi pacientit, ja jemi preokupuar me administratë. Administrata është me të vërtet e pa kuptim që ekziston të një mjek familjar. Një pacient që na vjen në ordinancë, është evidentuar në 4 vende. Do me thonë, një gjatë të cilën në terminin tonë, që është termini im, ati vetëm se ekziston. Plus në programet tona që i kemi softverike. Edhe gjithë kjo ne ballafaqohemi ende me letra, ende me udhëzime në letër. Edhe e kisha cek këtu shumë një rast interesant, tash që ashtu ndodh, të gjitha udhëzimet që japim laboratorike, specialistike na japim në letër. Kurse raportet që na vinë prej specialistëve apo prej laboratorit, ato thonë shkoni merrni tek mjeku am. Do me thonë, da kemi ardhur edhe në pozitën e shtypsit të raporteve dhe të rezultateve laboratorike, mikrobiologjike, si duni t'i thoni. Edhe për këto, besoj që Ministria e Shëndetësisë, kurse një gjë e qëlluar në shëndetësinë Maqedonia është termini im. Edhe aty ekzistojnë të gjitha gjanat, nuk ka nevojë na të përdorim tash letër prap, që kam përdor para 100 vjetë prap na përdorim të njëjtën gjë. A kjo është vetëm të integruar. Që ka marrë edhe pak kohë. Para 2 viteve isha në një edukim për mjekësinë, isha në një edukim për mjekësinë që ishte përmes telefonit, bisedojmë live, dajmë termine për pacientët
telemjeksin, edhe aty ndër pyetjet ja banëm, ishte ajo përgjithësia e terminit tim, baj pyetje thom, pse nuk na integroni edhe neve? Për shkak se na kemi një qasje në terminim, mirë po na nuk funksionoj, po funksionoj përmes shtëpive softverike, programave të cilet na edhe i paguajmë ato vjetore. Edhe ajo thotë se gjitha është gati. Mirë po nuk guxojmë të alshojmë përdorim juve se po ankohen shtëpi softverike. E ndam kujt është kjo? Kjo është ndam të mjekëve familjar. Se mjekët familjar shpenzojnë për programet e cilet i përdorim në për ordinancat tonë. Besoj që kjo është një problematik e cila mund zgjedhet, edhe që shqetëseken edhe doktoresha, edhe doktori për para meje, që duhet njëherë dhe për gjithmonë mjekësia familjare të shkohet e para, si që është në Kroaci, në Sloveni, e mos flasë në perëndim më larg. Doktoresh, kthehemi te ju tani, do e vazhdoni këtë temë? Edhe një sesion tjetër shumë e rëndësishme, një temë më e rëndësishme që duhet edhe pacientët të ndëgjojnë këtë, edhe populata, ishte shtëpitë farmaceutike, polifarmacia, është për një farmacie e quajmë, se bëhet keq përdorimi i vitamineve. Ne si mjekam nuk japim vitamina, ne japim për ta shëruar ndonjë diagnozë nëse vjen pacienti. Shkojnë në barnatore, japin vitamina, që ato vitamina mund ta përkeqësojnë gjendjen e pacientit. Për shembull, marrim një shembull te ata që marrin antidepresiv, e rrisin ende depresionin të ata pacientat të multivitaminet. Dhe gjithmonë duhet të konsultohet me mjeku nam, edhe kishim punime këta të jashtmit më tepër, dhe edhe ke neve ndodhen, edhe ke ata, mande multivitaminet duhet të shihet bëhet një pasqyrë gjaku njëra, ka nevojë për multivitamine ajo. Edhe bën efektin e antibiotikëve e ndalonte. E bën ndërprer, nuk e lën antibiotiku të ndikojë si duhet, se e zën vendin vet ai multivitamini. Edhe problemet aty u qasëm. Pastaj kemi edhe keq përdorimi i antibiotikëve. Shumica e pacientëve nuk shkojnë ke mjeku am, marrin vetë antibiotikun, pastaj shkojnë ke mjeku am jep tjetër antibiotik, e bëhet bashkëdyzim edhe mund të ketë si u paraqitet alergjia ka ata pacient. Mandej ka disa antibiotik që ndikojnë edhe ushqimin ata që e marrin, edhe mund të paraqitet në formë të alergjisë. Çdo sen duhet të vihet në ordinancë, të konsultohet me mjekun edhe atëherë me marr. Doktor Bara, vinë pacientët për të konsultuar me ju para se të sëmuren apo vetëm në fazë kur më veç smunden pa... Apo shkojnë edhe ata gjithë në varnatore, vitamina e kështu me radhë? Janë të ndryshëm. Janë të ndryshëm. Një pjesë që janë të fiksuar se vetë mundet të shërohen. Kemi më thënë pacientët cilët nuk i besojnë as pak medicinës, më thënë shkojnë me atë mjekësinë popullore, alternative. Kemi pacientët cilët janë shumë të vetëdijshëm, janë shumë të përpikt dhe normalisht konsultohen me mjekun. Mirë po në këtë rast, doktoresha ceku shumë mirë temën me vitaminet, por ne si mjekam nuk mundemi të vendosim për cilën vitamin të japim, se nuk kemi mundësinë të analizojmë vitaminet. Dhe ne si mjekam bëjmë atë maksimumin e cila që na është dhënë mundësia. Kemi ordinancën, kemi një stetoskop, një tenziometer, dhe kemi mundësinë të japim aparatin e EKG-s, dhe kemi mundësi të japim një analizë laboratorike, e cilën lejohet ne ta japim, ku janë pjesët bazike, domethënë të cekura, apo të cilat kërkohen, ndërsa për analiza më detajuara ne jemi detyruar që pacientët i udhëzojmë nëpër specialist, domethënë të fushës e cila kërkohet, sekondare apo terciare, dhe pastaj këtu hasim në ata problemet të cilat doktori i ceku parës me udhëzimet, me termine, po nga mjekësia sekondare apo terciare, me vetdia apo pa vetdia nuk e dim, për punë të cilët mjeku am nuk mund të jep kthehen dhe aty shkruan se kjo duhet të bëhet përmes mjekut tam. Shembull analizat të cilat nuk janë të përfshira në atë paketën lloj 1, të cilën ne e quajmë, apo radiodiagnostik, sikur kompjuter tomografia apo magnet rezonanca, dhe gjithë kjo pastaj shkakton një katrahur, një nervozizëm të pacientit, dhe këtu fillojnë pastaj humbet në fakt ajo konsulta dhe ajo këshilla që dojmë ta japim, sepse kalon në një gjë komplet tjetër në atë se nuk mundemi të mbarojmë punë me ekzaminime. Mirë po, me atë sa mundohemi në maksimum të këshillojmë pacientët, të japim udhëzimet tona,
çështjen e antibiotikëve, çështjen e vitaminave, çështjen e stilit jetësor, duhanin, diabetin, të gjitha këta gjërat me mundësitë të cilat na janë në dorën tonë. Një nga rolet kyçë është edhe edukimi i popullatës edhe pacientëve në aspekt të parandalimit, doktor Florim. Sa po ndani ju kohë, edhe pse keni pacient ndoshta vazhdimisht moshave të ndryshme, kështu me radhë, me diagnozat të ndryshme, sa një mjek familjar, sepse diagnoza e saktë ose marrja një anamneze të saktë është më mërmenja një gjysmë ilaçi. Ashtu është. Sa po keni koju tani si mjek familjar që çdo pacient ta dëgjoni edhe të jepni udhëzime. Dhe a keni raste kur vetë pacienti vjen thjesht m'ju taku, mu konsultu, eventualisht mos duhet diçka të bën ndonjë analizë ajo, apo ju i thirrni vetë i ftoni pacientët, ata për cilët mendoni se duhet, sepse dhe ju disa gjëra duhet i bëni si mjek familjar. Duke ditur se cili pacient ka apo jo ndonjë smundje, do me thënë problem. I thirrim, doktorit. Urnani. Shif, na dhe si vjetë është bërë ndrimi i qëllimeve preventive që janë nga fondi shëndetësor. Vite me radhë ka qenë diabeti, ka qenë sëmundjet kardiovaskulare, deformiteti tek fëmijët. Të gjitha këto, edhe sëmundjet nefrotike, të gjithë këto na kanë dhënë një pasqyrë që pacientët ka qenë të detyruar të vinë të bëjnë së paku një analizë të gjakut dhe të bëjnë një EKG. Më besoni se gjatë këtij kontrollave shumë shpesh kemi hasur, edhe pse pacienti nuk ka shankuar më parë, kemi zbuluar diabet, kemi zbuluar pacienta me sëmundje nefrotike, kemi zbuluar me kardiovaskulare, kështu që ne si do qoftë, çdo mjek familjar ndan kohën për pacientin e vet. Jo vetëm se sa jemi në ordinanca, po na besoni se 24 orë mjeku on pothuajse është online për pacientin. Unë flas për pacientët e mi, shkaku që ato kanë hallat e veta, edhe një konsult me mjekonom shumë e zbut situatën, për shkak se pacienti kur të vjen në ordinancë vjen me një paramendime ndryshme se çka do ketë. Edhe më saktë askush për qejf nuk shkon te mjeku. Nuk shkon te mjeku. Nuk vinë me na pa për qejf, është e vërtetë ajo. Mirë po ne si mjekom mundohemi që pacientët ti kanalizojmë, ti shohim, ti drejtojmë atu ku duhet. Shumë mirë ceku doktori se kemi probleme ku prej mjekësisë terciare apo sekondare na vijnë, shkoni te mjeku om, bani një kompjuter, merr në udhëzimin, atë cilët na nuk kemi drejtë edhe t'i japim. Të ne ballafaqohemi me probleme. Po, ndodh problemi aty se pacienti është në hall, kurse ne nuk mund të ndihmojmë për shkak se i kemi disa kufizime, edhe të bisedojmë ndoshta edhe më vonë. Besoj, po të jemi më pak më dinamik se minutat shumë shpejt. Besoj që doktoresha tregoj se kanë qenë kongres edhe ndoshta dash Zoti këto punë pak të fillojnë si në perëndim dhe ne të funksionojmë. Vazhdoni. Atje në kongres u diskutu tepër këto hallet që i kemi edhe tash na kanë premtu Parlamenti Evropian se ka me na ndihmu të fole me Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. E ndoshta do të na ndihmojnë ata diçka. Mande një gjë më interesante për pacientët që janë të palëvizshëm, edhe që janë në për të spitalet e plegjve, i quajmë si pacient paliativ, edhe shërbimi atyre si bëhet, edhe kishte një temë shumë interesante nga një kolege e jonë, edhe se ata shërbime ne nuk mund t'i bëjmë si mjekam, se s'kemi kohë të shkojmë te ata pacient, dhe kemi të drejtë të thirrim atë institucion të bashkëpunojmë me ata që ata të shkojnë te ata pacient që janë të palëvizshëm. Edhe do t'i me në duart e aty në ma do t'jetë, a ne si mjekam mundet të organizojmë dhe një pasqyrë gjakut të ata, të bëjmë dhe një kontrol, mundësi tjetër nuk kemi se jemi të lidhët për ordinancët. Riko, doktor Behar, ju pakës më herët thatë se ose përmendet çfarë duhet ketë, ose çfarë ka një ordinancë dhe jeni të kufizuar për të funksionuar ashtu siç duhet. Tani ju jeni mjek familjar i një gjenerate të re, domethënë. Si e shihni ju ardhmërinë e një mjeku familjar? Çfarë do duhet të ndryshojmë, domethënë ne që të kemi një
trajtim mjekësor, aty ku jetojmë, ashtu si që synon çdo, do me thënë, Ministri i Shëndetësisë, çdo herë që kanë ardhur kanë theksu që ndihmë mjekësore duhet fitoj çdo qytetar, pavarësisht se ku jeton, në qytet, në lagje, në fshat, në vende rurale, e kështu me drejt. Tani ju e pyesem vetë mosh jeni pak më i ri, apo jo, si e shifni ju të ardhmen? Çfarë krejt duhet të ndryshojnë? Normal edhe ju pastaj mund të ndërhynin këtë pikë. Profesioni mjekësor është human, ne gjithë e dimë. Megjithatë, edhe fjala human tregon se ne jemi njerëz. Pra kjo e drejtë që është dëm pacientit, si duket pak po i bën dëm vetë pacientit. Unë edhe më herët kam pas në bisedë me kolegët më të ri, kam dhënë një mendim se duhet në shkollat e mesme të paktën të ketë edhe një lanë edukimi mjekësor. Domethënë çdo pacient duhet ta di se kur duhet të shkojë te mjeku, si duhet të shkojë te mjeku dhe si duhet të respektohen rregullat apo udhëzimet e mjekut. Gjë e cila realisht në praks nuk po funksionon mirë. Ne kemi pacientë të cilët ndoshta në ditë na vinë edhe 2 apo 3 herë. Është e panevojshme për ne. Mirë, për në mendjen e tij mendon se ka nevojë se 2 apo 3 herë. Dhe ju duhet patjetër atë ta shërbeni dhe gjithmonë të keni kujdes se mos po lëshoni diçka që me vërtet atij do t'i bëj dëm. Mirë, po nga ana tjetër ajo si mjek të harxhon. Do të thënë këtu bie tani produktiviteti i shërbimit tënd që ti duhet ta japësh. Unë e shoh mjekësinë familjare si një vend ku më së tepërmi do duhet të bëhet prevencioni. Do të thënë këtë e keni edhe në Evropë. Atje një pacient cakton termin tek mjeku familjar. Pre 2 javë vetëm për të biseduar se si duhet ta ul kolesterolin. Jo për të përshkruar barë, do të thënë termin cakton dhe pret për të konsultuar se si duhet ta ndryshojë stilin jetësor në pikpamjen e mjekut. Do të thënë aty bëhet prevencioni, do të thënë ajo gjë te ne nuk është e mundur. Te ne edhe termin të mjeku familjar nuk kemi, apo jo me telefon. Shkojmë, presim rend, apo jo. Derisa në vendet evropiane ekziston edhe një si urgjencë. Do të thënë mjeku am tani paraqitet një simptom dhe menjëherë shkohet te mjeku am. Do të thënë ne duhet të edukohemi se kur për një temperaturë që është ngritur para 1 ore nuk shkohet mënyrë te mjeku am. Do të thënë këtë duhet ta dimë dhe duhet të edukohemi të paktën të ri që vinë se si duhet të paraqitemi vazhdimisht kur kemi problem në telefon, edhe pas orarit punës, se një gjë të tillë besoj që të gjithë e bëjmë. Kjo bëhet edhe në botë. Nuk ka të bëjë që ju kam mjekë familjare, po thjesht jeni këtë përfaqësuese shoqate. 24 orë. Do të jam e bezdishme edhe unë. Konsultimet telefonike janë të nevojshme, mirë, po jo të kërkohet diagnozë në telefon ose tretman. Do të thënë, ju mundeni të konsultoni mjekun se jam alergjik në këtë barë, a mundet të konsumoj këtë barë, ose kam këtë hall ku të drejtohem. Mirë, po jo, sikur shumica që bëjmë fatkeqësisht, sepse këtu ndodh gabimi që është në dëm të pacientit. Ne shohim dobinë e pacientit. Ju nuk mundeni të telefononi tek mjeku të tregoni simptomat e juaja, ose shenjat e juaja të kërkoni çfarë të konsumoni. Ne nuk e dimë në çfarë komorbiditete keni, në çfarë alergji të barnave jeni, dhe mundemi të ordinojmë dhe një barë në telefon, pa kontroll, pa inspekcion, pa ekzaminim, dhe mundemi të ju bëjmë dëm. Domethënë, duhet ta dimë, të edukohemi se kur ta kërkojmë dhe për çka ta kërkojmë mjekun na. Domethënë, kam këtë hall ku drejtohem, tek ju, në spital, në këtë kohë ku drejtohem, apo përdor këtë barë, më kanë ordinuar këtë barë, shkojnë këta në kombinim, domethënë, këta janë konsulta që mundemi t'i japim në telefon, ose isha tek ju më herët, më dhat këta barna si duhet t'i përdor, sepse harova. Këta janë konsulta që zojnë vend dhe janë në dobi të pacientit. Mirë, po jo të kërkohet kjo simptome të kërkohet terapi. Që keni edhe ju pacient të këtij, të cilët nëse një mjek familjar i thotë jo, nuk të shkruaj sot antibiotik, nuk t'jap ndonjë infuzion, pi një supë, pi ujë më tepër të kalon, edhe e ndroj mjekun familjar. Ndodh edhe kjo. Është vërtet se kemi pacienta, po falë Zotit janë shumë, flasë për pacientët e mi, tash kanë kuptu disa gjëra, po mirë, po mjeku am duhet të japë atë kontributin e vetë sa duhet bisedoje me pacientit pak ma gjatë, ti shpjegoje se për çdo ftohje, për çdo ngritje temperature nuk jepet antibiotik. Edhe unë kam pasur raste, po edhe si fillestare, dhe kam pasur edhe tash kam pacientë që vinë matri, që s'kam pas kontakt me mua. Unë jap 24 orë jam disponim
që t'jap ti antibiotik. Mirë po, ajta provojmë deri nesër, mas 48 orëve, mas 72 orëve, besoni se një pjesë të madhe të pacientëve kam arrit rezultate të cilët vetë prindi tash më thot, a është e nevojshme antibiotiku, doktor? A është e nevojshme? Tash nguron. Do me thonë, janë të ardhur dhe prind tash ma të eduku, ma të shkollu, kemi pacienta tash pak ma të edukum, të cilët i kuptojnë gjërat, lexojnë, sidoqoftë. Mirë po, ku tha kolegu, kemi edhe kesh përdorime. Do shta të thoja ma të edukuar, sepse edhe ma të lexuar, jo të ma të lexuar. Ma të lexuar, kisha thonë. Ma mërmenja çdo pacient është i edukuar, po thjesht do shta nuk ka lexuar, nuk din. Atje e pa ta qëllimin, po. Atje e pa ta qëllimin. Po sidoqoftë, ne jemi në shërbim të pacientit, edhe na nuk e dim, si që ceko edhe doktori, do shta tërë për një gjë banale, po mund tjetë edhe, kam pas rastet të cilët ka qenë jetë apo vdekje, dhe po të mos t'isha përgjigj, do shta kish mbaru fatalisht, më kam pas edhe asi raste. Që që për atë raste e qelim telefonin. Kur duhet mjeku familjar të hap telefonin? Gjdo herë. Gjdo herë. Doktoresh, kujdes, apo dhe jeni drejt për drejt? Gjdo herë e hap nëse ka dhe një simptom, për shemull, apo ka vjellje. Kujtoni gjdo herë, lutem takimit qartë, sepse... 24 orë jemi ne jemi në disponim. Mjekut familjar, për pacientët. Mjeku familjar, për pacientët. Jemi 24 orë në disponim. Nëse nuk jemi, mund të paraqesin mjeku nam, se nuk e ngren telefonin, se këta të rritë shumica i ndrojnë edhe punën një 6 muaj, 1 vjet. I ndrojnë ordinancat, i ndrojnë edhe nuk japin numrin e telefonit. A me detyr nga ana e fondit, me kontratën, ne kemi të detyrum të japim numrin e telefonit pacientit. Që pacienti nuk e keq përdorën asnjëni, nëse ka, për shembull, ai që ka ndërgjegje edhe që është... Koka i dhem, ose i zbillet, unë dhe ti them mate tensionin, e ndëm paraqitesh për një 10 minuta. Ashtu. E matën më tregon, do të thotë koka i dhem për tensionit, e ndë t'ja të regujtë cilin tablet të mare. Ose është dhe një rast alergjik, ka hangër diçka edhe ose është skuq, ose i ka dalë diçka, atëri të më shkoni në punktin më të afërt me një injekcioni, se ne nuk kemi në ordinancë në atë moment. Do me thonë 24 orë s'paku mund të këshilloni dhe të dëgjoni. Vetëm këshillat japim, po. E në të ndëgjim që se ne kemi poliklinika që punojnë edhe në edhe ne i të regujmë nëse rinë cilën lagjet, i të regujmë në cilën poliklinik me shku, ma afër, që është poliklinika më e afërt. Rikull, nëse jeni vetëm ju, ose keni një zëvendës? Zëvendësimit nuk të neve shumë keq është puna. Se të ju të tërgarë, dhe sa ju njofë motikot, nuk është problem, se keni 4, 5, 6 mjek në një, këtë familja jeni mjek. Derisa për 30 vjetë që kam punën mëne, me mjekët që më zavendësojnë, asë një nuk kanë marrë qasje që t'japin udhëzime, t'japin dhe një antibiotik ose kontrol t'i bëjnë pacientit. Unë jam e detirume mos shkojnë në pushim vjetor, vetëm të shkojnë për kongrese kur duhet, në seminare, do një punëtori, se s'ka kushta të shikon. A unë që ka jem bjek zavendësus për 2 ordinanca, me udhëzime, me pushime mjekësore. Këtë i trajtoj si me qenë pacient të mi. Edhe ata janë, këta mjekët e ri, janë matri se une, programin sigurisht e din. Ata me nuk dim ne të përdorim, thunë. Ajo është gabimi ma. Vetëm nuk i kam paraqit, se nuk bëjnë shërbime, e kemi konsultu me barnatoret, ajo është mi se kemi barnatoren, se dhe të bje puna të keshë edhe barnatoren amë. Nëse s'jam unë aty ato 2 dit, barnatoret që të mundeni pastaj, po, që të mos marri recetat private. Edhe motrën e la, motra vetëm mund bëje të jape terapin kronike. A terapin akute as zgudzon se nëse vjen komisioni me vullën, në shef se përdorën motra, ta mbyllin ordinancë. E prandeneve na duhet mjeku zavendësus që nëse ka raste për ashtu për urgjente, bare me pranu pacientit. Doktoresh, në kësha një pyetje këtu, ju thatë se duhet 24 orë të jemi në telefon. Unë e gjatë orarit punës telefonin më thonë nuk e kam prezent, sepse jam i fokusum në punën time. Aman, vetëm një sen. Më thënë, kjo është një gjë jo në regull. Jo, është puna 24 orë nëse kur nuk jenë në punë. Unë punoj deri në 4 orë. Në basë orës 4, nëse i ndodhen diçka paciente mund të më paraqitet, deri në mëngjes. Si pas ligjit e keni Si pas ligjit e kemi, është me regulore nështë. Me regulore është. A në orar të punës nuk mund të folin telefon, unë kam pacientët. Ma dhe është 24 orë atër. Në ora 2 ka qenë pacientit, ju dhe është ketësuj, nuk e keni telefonin me pacient. Më thënë, doktorisha deshi të... Në orar të unë e kam pacientët me familje, për që mu tash janë stërgjyshnit e aty në i kam pas pacienta. Fëmijët e aty, të unë nuk është ndru. Ka me ratë kana. Edhe ata e din në orar të punës nuk paraqiten. Ma mirë dhe të vinë. Pse të paraqiten në telefon? Kur mund të vinë në ordinancë.
edhe të i kontrollosh në ordinancë. S'ka nevojë derisa je në punë të paraqitet në telefon. Okej, ta ndëgjojmë edhe mendimin tjetër doktor Bearit. Jo as siç mora edhe gjenerata të ndryshme të shohim. Para desha ndërlidhem doktoresh se për çat tash kemi problem se mjekët e ri, kolegët e ri nuk po kanë qef mjekësinë familjare ta marrin. Nuk e duan se për shkak se ka shumë vështirësi, paraqiten probleme të ndryshme, të cilat ti duhet t'i zgjidhësh. Si tha doktoresha, duhet të jesh online 24 orë. Mjekët e ri, perspektivën janë të pa në përlëmin dek ndryshme, jo si mjek familjar. Kjo do të jetë një handicap në tarmën në Republikën e Maqedonisë Veriut, shkaku se nuk do të ketë, nëse nuk ka stimulim nga ana e shtetit, nuk do të ketë mjek familjar, nuk do të ketë. Tash vetëm jeni tani vetëm pak se u akuzuan pak si mjek të rinj, apo edhe tani jo, është personale. Na nuk e akuzum, na vetëm se mjek që rinë një konstatu. Jo, disa muaj punojnë, ata ndrojnë mjekun. Është interesant punë me të vërtetë ligji ashtu thotë. Se keni edhe kolegë tjerë apo jo? Edhe ju e dini se si gjithë pacientët nuk janë gjithmonë afër ordinancës. Disa prej tyre janë tjetër qytet, disa janë tjetër qytet. Dhe të kërkon në orar të punës, ju sapo keni filluar orarin, telefonin e keni të ndalun se jeni fokusuar tek pacienti dhe gjatë gjithë kohës kërkon dhe ju nuk përgjigjeni. Ai gjendet në ohër, insiston të kontaktojnë në telefon, nuk ju kap dot. Dhe në këtë rast shkon dhe ankohet se doktori nuk kap telefonin. Ju e dini që edhe mu nuk më hapë telefonin derisa ju mora disa herë telefon, se ishit duke kontrolluar pacientët dhe doktor Stefjana. Edhe ju pastaj u dëgjuam se jeni të angazhuar normal. Puna, më thon këtu duhet ta cekim mirë sepse shife kjo është një emision, më thon që pacientët i marrin të gatshëm, më thon mjeku am e ka parim vendin e ordinancës. Mjeku am duhet të jetë në ordinancë në vendin e punës. Ana telefonike, domethënë, është një ndihmës, mi pun gjithmonë në mendimin tim, jo me atë ligjin. Duhet domethënë çka mundemi ne të ndihmojmë në telefon. Nuk është puna vetëm të bëjmë qef në telefon. Kontaktova mjekun, më tha merre këtë bar, merre atë bar, ndërsa papavia në fund do dalë një smundje komplet tjetër çka. Jo, se unë kam edhe informacione që mjekëve familjare dhe raportet u dërgojnë kohë pas kohe, vakt mas vakti, ashtu si jo vetëm për vetë. Shife, njerëzit kanë hall dhe na kontaktojnë. Prandaj ju pyes dhe ju ftova, çka guxojmë, çka është në rregull, çka nuk është. Duhet na kuptojnë edhe ata se nuk mundet ju të dërgoni tek mjeku dokumente apo analiza për një familjar i cili është konsultuar me 3 mjek tjerë, po pastaj përmes telefon. Do të thonë, shive, këta janë punë të cilat ndodhen, do të jemi të real. Për ditëshmëri. Unë e dërgoj për familjarin tim i cili gjendet në Austri dhe ju ta shqipni një mendim në bazë të një letre. Më thënë, nuk mundet ne të vendojmë diagnozë vetëm në bazë të një letre. Duhet në mjekësi ka ligj, inspekcion, më thënë, pamja e pacientit në synin e mjekut, ekzaminimi, po pastaj vijnë analizat laboratorike, radiodiagnostike, gjenetike, çfarë do që kërkohet. Dhe nuk mundeni ju të jepni një diagnozë se nuk ke asnjë send. Na ka ndodhur këta raste, asnjë send, në fund thotë më doli një smundje shumë e keqe. Domethënë, këtu duhet gjithmonë flas, ndoshta kjo vret keq në veshjen e pacientit. Mirë po, tash unë kam qenë në vende shumë zhvilluara në për Evropë, në mjekësi, ku është mjekësi shumë e zhvilluar, dhe këto gjana ju nuk i keni. Nëse ju nuk mundeni shkoni te mjeku për një punë banale sikur që këtu bëhet. Në ndrim të natës ju mund shkoni në spitalin e pulmologjisë në Universitet Klinik dhe çifni se atje është ka shku pacienti pse ka filluar të teshtitet apo rrjedhin hundët. Mëson duhet ta dim, ajo është universitet, mëson klinikë universitare. Andaj tu duhet bëhet një sistemim, mjeku familjar, urgjenca. Mund të shkoni edhe në shtetet e Evropës me temperaturë 40, ju do drejtoni te urgjenca dhe pastaj nëse ata vlerësojnë se nuk është asgjë urgjent, ju do të caktoni termin tek mjeku, jo do të shkoni te mjeku. Ne luajmë rolin e urgjencës, ne luajmë rolin e mjekut familjar, ne luajmë rolin e administratorit, administrat, telefona dhe në fund shohim se nuk kemi nxjerrë asnjë gjë në rregull. Këtë them kështu në banalitet. Për shkak se mungon serioziteti, më thënë, nga të gjitha anët,
Mundohesh dhe... Doktor, lutem, jo që nuk pajtojmë thjesht është një debat edhe po mundohemi t'i shpalosim apo jo edhe sfidat e juaja, se zakonisht ju marrim për këshilla, për informacione, për edukim. Tani do me thënë desha këtë emision ta bëjmë pak më ndryshe, t'ua dëgjojmë hallet e juaja. Po nga ana tjetër do me thënë kemi edhe raste kur vazhdimisht personi paraqitet te mjeku familjar, thotë jenë rregull dhe pastaj del që jemi diagnostikuar diçka në ndonjë problem, fazat më të vonshme. Atëherë ku kemi faj ne si pacient? Halli jon i parë është që kemi rezultat me pacientin. Këtë du ta kuptoni. Halli jon është çdo kush që ka dalë si mjek don të korr rezultat. Sukses, definitivisht. Don të korr sukses. Dhe ne insistojmë të shkojmë në mënyrën e duhur, atë që është dokumentuar, që është analizuar dhe që është preferuar dhe që shkon në suazat të ligjit apo shtetit. Dhe mos të bëjmë diçka jashtë asajna, gjithmonë duke u bazuar në mjeksi. Që kjo është halli jon që dikun po çalon fatkeqësisht. Edhe një hall tjetër të tregoj, është se shumica e pacientëve ende nuk dinë se mjeku am është mjeku am, mjeku stomatolog është mjeku stomatolog, mjeku ginekolog është mjeku am. Vinë me operacione, prej ke ginekologu, vinë ke unë edhe pjalosim se su jap pushime. A unë duhet të mjeku am, të mjeku ginekolog am. Jo, mu më ka thanë mjeku të ti të vi. Ose për të bë analizat të dedimerët, ka dalë për spitalit ginekologjik, duhet të mjeku, prandaj duhet të kenë të qasjen që të qartë, egzistojnë 3 mjekë, për një pacient egziston veç është mjeku am, mjeku stomatolog edhe mjeku ginekolog. Këto duhet t'i kenë parasysh. Mirë po një qasje tjetër që do të kemë mande ta specializime dhe t'jenë të regullta, ndoshta të bëhen në barë e shtetit dhe tjetë, kemi punëtori për spirometri, kemi punëtori për ehodiagnostifikim dhe kemi punëtori për ndihmën e shpejt një pacient kur të të vijen në atë moment prej rrugë në ordinancë, se si me i dhanë ndihmën e parë atë protokollin. Atë edhe është edukim, ato të bëhen në qendrën stimulative të medicinës familjare. Shumica e mjekve ndëgjova për këtyne kolegve nga Maqedonia Lindore, gjithë kishin aparate të eho të abdomenit bëshin edhe eho të tiroidës. Do të thotë duhet edhe ne këtu në shumë disa ta mjek të ri të marrin këta diplomat për eho diagnostifikim, për spirometrin edhe për këtë mbrojtjen e pacientëve. Po se ju në ordinanca do mos do e keni aparatin e EKG-s? Po, tash dhe duhet edhe eho, ama kur të mande për shembull marë shembull, doktori mund të shikë, jo, ehon për shembull do t'i ndajmë punët neve në një rreth. Për shembull doktori do t'jetë ma tepër eho të tiroidës do të bëjë. Unë për shembull të abdomenit. Doktori do të bëjë spirometrim, edhe ne do t'i bëjmë një liqeti do t'i qemë pacientët. Do më thënë do filloni një bashkëpunim. Ashtu duhet, mendimi është ashtu, deri sa të realizohet nuk dihet. Doktor, mendimi ju që edhe pse ju kemi specializim, do më thënë deri sa të bëjeni specialist, do më thënë tani do ju shfrytëzojmë si mjek familjar. Shive, për momentin tek mjeku am është të kufizuar kontrolla. Tana e ka 15 minuta. Tani plus minus bëhen normalisht përjashtime, rasti prej rastit, mirë po është të kufizuar në 15 minuta. Në qoftë se bën të gjitha këto gjana, atëherë duhet të ndryshojë dhe komplet rregullore se si dhe për çka duhet shkohet tek mjeku familjar. Unë e përshëndes këtë gjë dhe duhet bëhet, sepse në mjekësinë e zhvilluar bëhen këta gjana, bëhen ergometrit, bëhen edhe kolonoskopit, bëhen edhe gastroskopit, një mjek specialist i cili punon si mjek familjar dhe është i fokusuar në një drejtim. Sikur që si ceko doktoresha, njëri mirët në anën neurologjike, tjetëri mirët në anën gastroenterohepatologjike, tjetëri mirët në anën e pulmologjisë. Mirë po tani këtu do të vijë në pyetje se si do të funksionojmë, më thënë, me këtë paramendim të cilin tani për tani e kemi. Më thënë, të të mirish me 30 ose 20 ose 50 pacient në ditë dhe të fokusohesh në një diagnostik pak më thellë ku nuk tolerohet, më thënë, të gabojsh. Me një stetoskop dhe me një tenziometer deri diku më lejohet të gaboj. Mirë po, me diagnostik pak më të thellë aty do të kemi sytë më të hapur dhe këtu do duhet të ndryshojnë shumë gjëra sa i përket mjekësisë familjare. Uroj që të vijë ai moment, sepse mjekët ata ne gjithë e kemi zgjedhur mjekësinë sepse e dojmë dhe secili ka qejf të zhytet më thellë dhe më thellë në mjekësi.
janë të misardhura këtë gjëra dhe uroj që shpejt të bëhen edhe për të mirën e pacientëve, po edhe për kënaqësinë e mjekut. Atëherë u lehtësohet puna shtëpive këto shëndetësore sekundare dhe terciare, se ma tepër përgjegjësinë A keni të lashe gjatë funksionimit dhe konsultimit me specialistë të fushave të ndryshme kur keni nevojë? Janë minutat e fundit, s'di, kemi edhe 7-8 minuta, kështu që nuk do ju ndërpresun ajo që ka ju flenë në zemër, ajo që ndoshta doni ta ndani me shikuesit e Provites, këtu keni parasysh, keni kolegë të juaj, para se gjithashtu që ju ndjekin dhe do ju ndjekin, pastaj edhe popullata, pacientët e juaj, pa të juaj e kështu me radhë. Shumë kush do ju ndjekë dhe ndoshta mund të thoni diçka që qoftë për besimin e ndërsjellët me pacient, mjek. Unë desha të ceku, doktoresha i ceku disa gjëra të cilat unë i përshëndes me të vërtetë do të ishte shumë mirë, se edhe unë kur kam bërë specializimin në mjekësisë familjare, na shprehmetu shumë gjëra se do të jenë. Mirë po Ministria e Shëndetësisë nuk e pranon si specializim. Kështu që ne absolut nuk dallohemi, nuk na japin detyra duart lirë faktikisht për përshkrimin e terapisë, për shumë gjëra të cilat duhet neve na takojnë ato gjëra. Sa i përket edhe anës pagesës, duhet qetë dallim mes mjekut familjar dhe atij me specialist familjar, shkaku që me këta edhe mjekësia sekundare do të lehtëson, nuk do të ketë vrull të pacientëve. Në besoni se ne jemi më një udhkryq, ku shembull kemi prej fondit shëndetësor se një terapi mund të shënosh, shkon barnatore, kthehet, thot nuk keni drejt të shënoni. Se kërkon ministria, kishim disa promovime se mund t'i japmi statinet e atu, mirë po ati duhet disa parametra t'i barazojmë edhe në atë rast kemi drejt japim. Mirë po asnjëherë se nuk ka matematikati, asnjëherë pacienti nuk vjen me të gjitha ato parametra që i ka vu Ministria e Shëndetësisë apo Fondi Shëndetësor, ato që i kërkon ajo. Edhe ti je detyruar pra pacientin, edhe pse ka një hiperlipidemi, duhet ta dërgojsh te një internist, t'ja shënoje një statin, të cilet mjeku apo specialist i mjekësisë familjare mund këta ta kryej. Problemin tjetër e kemi shembull te mjek të cilet kanë edhe mjek qertë punësuar. Pacientët ekzistojnë në emër të mjekut. Nëse mjeku e lëshon ordinancën, faktikisht disa pacienta me qindra pacienta derisa ti marrë mjeku tjetër jesin pa shërbime shëndetësore. Edhe kjo duhet trajtohet nga Ministria e Shëndetësisë. Besoj që ka shumë problematike. Tash para disa ditëve na i dërguan edhe qëllimet preventive, kancerit prostatës, zorrës trash, deformitetet, pastaj shëndetin mendor, vaksinimin, shëndetin mendor, janë disa të realizueshme. Po unë tash vi nga ana e komunës Likovës, që kemi spitalin më të afërt Kumanovës, ku e kemi një urolog, i cili ban pamundshmën afër 50, 60, 70 pacienta përshkruan terapi me 4-5 komuna. Neve na kërkojnë qëllime të cilat do t'i bëjmë PSA, do t'i bëjmë MEHO, ku do t'i bëjmë ato, si do t'i bëjmë, si do t'i realizojmë, kur nuk është mendu me koqin, spitalin e Kumanovës tjetë një urolog. Ashtë dash tjetë barëm 2-3 që në t'i krymë. A keni provu në pyetësorin, edhe pse është pacienti me diagnozën e prostatës, kur e mbushim, pikët jenë deri në 5 mridhe. Do të thotë nuk ka nevojë në ta çojmë dikundi. Po. Prandaj them edhe kishe disa lehtësime ka, mirë po. Se pyetësori ashtu. Vetëm qasja dilema ishte se dikush thonte me i printuata, me nënshkruajt pacienti, a disa thoshin nuk ka nevojë. Atë nuk e kemi ne prej fondit, se ne kam lexuar. Nuk është e definuar. Nuk është e definuar, jo. U thash ma mirë printoni dhe të nënshkruaj pacientit më Po se në programin që e kemi marrë, shënon mjeku nënshkruhet, non faksimili, në anën tjetër duhet pacienti të nënshkruhet. Definitivisht edhe një apo dy emisione duhet t'ju akushtoj mjekëve familjar. Dr. Behar? Që po më pajtohem me gjithë ta problemet. Rëmbullaksimi, unë e thash që në fillim. Me thënë, kërkesat e doktorit cilët i bënë si specialisti mjekësisë familjare janë shumë me vend. Kërkesa e mjekëve amë të cilët ne jemi të njoftuar përmes organizatës të përfaqësuesve të mjekëve privat familjar, është edhe kërkesa që pacientët gjithmonë të jenë në emër të ordinancës dhe jo në emër të mjekut. Kjo është një gjë që shumë do ta lehtësonte edhe pacientin në aspektin se mjeku
është këtu pas 6 muajve nuk është, ndron jetë, shkon në specializim, arsye personale apo profesionale, më thënë bëhet ndrimi i mjekëve dhe ajo kushton shumë edhe ordinancës, po shpesh edhe pacienti kur shkon dhe thotë unë nuk kam mjek, nuk figuroj askund, sepse nuk është i njoftuar për atë gjë. Mirë, po të gjitha këto kërkesë unë i ceka si në fillim, më thonë, gjithë kjo ka një kosto të madhe ekonomike, mjekësia është e shtrejtë. Ne jemi të vetëdijshëm se bëhem përpjekje dhe jemi falënderues që bëhem përpjekje. Unë jam në një moshë shumë të re dhe kam shumë kolegë të mi më të aftë, më të mirë, të cilët kanë vendosur që të rinë në këtë vend për të dhënë kontributin e vet. Mirë, po normalisht që pritet edhe një feedback i mirë. Mendoj se duhet të ketë një ndryshim të politikës së finansimit për shkak se duhet mirët pak parasysh edhe aspekti demografik. Maqedonia është një vend i cili po zvoglohet në aspektin produktivitetit. Fondi për momentin finansohet nga paga bruto, ajo të cilën ne e quajmë si kontribut. Po rritën pensionistët, të cilëve uroj deri në 100 vjet i kemi, shqyrë që i kemi, mirë pa ata nuk kontribojnë asën në fondin shëndetësor. Të rritë të cilët duhet të punën të kontribojnë ata po ikin jashtë. Me çka fondi po ullët në finansa dhe po na shfaqen këta probleme, gjithsesi kërkesat tona po jesën në vesh të shurdhër, në përqindje më të madhe shkaku i aspektit ekonomik. Ka ana tjetër, ekonomia prap kthehem të pensionistët, të cilët me shumë respekt ata thithin dhe fondin pensional, thithin dhe fondin shëndetësor. Me thënë, duhet të gjehet një mënyrë tjetër e finansimit që të arrim deri në ato finansa dhe të mundsohet mjekëve, mjekësisë. Ne jemi të mjekë dhe ne shohim aspektin mjekësor, po nuk janë shkalojmë edhe sektore tjera që janë shumë të rëndësishme. Thjesht duhet të them se mjekësia kërkon finansa, është e shtrejtë dhe nëse dojmë të shkojmë përpara, do të thënë duhet të gjetë një zgjidhje që të jemi të kënaqur. Ne edhe mjekët, po të jenë kënaqur mbi të gjitha pacientët me shëndet dhe me rezultate të mirë në fund. Krejt për fund shkurt, nga një porosi, mesazh, urdhoni. Krejt shkurt. Doktoresh, me ju e fillua, po... I kisha këshillu pacientët që të vinë vetë në ordinanca, kur të hapim kartonat, për herë të parë në vizit, të shkrim të dim një anamnes të mirë për atë pacientin, që mande kur të paraqitet në telefon, ne të kemi ma letë se çka i pengon ati, çka duhet të ndihmojmë ati pacientit. Doktor? Unë ju dëshiroj pacientëve pikëpari shëndet, jetë gjatë, e ne gjithë një do të jemi në shërbimin e tyre. 24 orë. 24 orë. Rregull, doktor Behar, ju? Patjetër, gjithmonë anojmë ka shëndeti, më thënë të kenë shëndet, uroj që ta ngrisim nivelin profesional, po edhe të jetësor, më thënë të kemi respektin e mirëfillt, reciprok, pacient mjek, gjithmonë më thënë të rritet besimit tek mjeku. Më thënë besoni çdo mjek në vendin e vet është për të dhënë ndihmë dhe jo për të bërë keq. Andaj le të dominoj gjithmonë dialogu, butësia, mirësia dhe gjithmonë, më thënë, sjellja e mirë dhe respekti. Shëndet për gjithë pacientët, për gjithë kolegët, për këtë ditë të mjekësisë dhe urojmë që në vitet e ardhshme mjekët, kolegët e mi, po edhe më të ri se unë, dhe më thënë, të shohim ditë pak më të mira profesionale në vendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit. Faleminderit e juve. Ishte kënaqësi sinqerisht ju kem sonte në emision. Unë besoj se me këtë emision nuk do të përmbyllet trajtimi të temave dhe rëndësisë së mjekëve familjar. Besoj se Provita do ja kushton edhe më tepër emisione, por normal kur t'i vije radha, se edhe unë kam terminin tema, po jo ashtu siç keni edhe ju të gjithë. Ishte kënaqësi sinqerisht ju. Faleminderit shumë që ndatë kohë dhe erdhët këtu për ta realizuar këtë emision. Kënaqësia jona. Faleminderit. Faleminderit. Normal, shikues të nderuar, edhe juve ju falemderoj që na ndoqët edhe sonte. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë besoj që do i ndiqni të gjitha këshillat e mjekëve, qofshin ata familjar, specialistë të fushave të ndryshme, po pse jo ndonjëherë edhe nga nesi medium, që mundohemi që sado pak t'ju sjellim në studio mjek të cilët besoj se sado pak rrisin ose ngrisin vetdijen për një
parandalim të smundjeve, sepse mirë është që i kemi këtu edhe për të na trajtuar, por gjithsesi edhe unë jam dhe i bashkangjitë mjekëve familjar, më mirë të parandalohet se sa trajtohet. Pra këtu, po e përmbyllim me kaq. Ju uroj një natë të mirë me programin tonë.